Joran lind dëshira për të bërë një tatuazh, por dilema nëse duam të kemi të njëjtin gjatë gjithë jetës në step. Në një moment të tillë, ideja e një tatuazhi me këna nis të duket e duhura. Motivet e kanës ndahen në motive florale, në motive orientale dhe motive geometrike. Para aplikimit, lëkura duhet të jetë e thatë. Një tatuazh është gjatë 6 deri në 20 ditë. Vizatimet më të lehta bëhen zakonisht 10-15-20 minuta. Kana natyrale është e përbërë prej pluhurit, të bimës natyrale, kana, domethënë me emrin kana, kurse me emra ndryshe mund ta kuptojmë vllazësonia e energjisë. Pastaj pluhuri përzihet me ujë të ngrohtë. Në disa raste përzihet edhe me sheqer, përzihet me lëng limoni dhe përzihet me vajra esenciale. Semra rrëfen historinë e kënaqës nga e kaluara e largët, ndërsa punimet e saj artistike shërbenin si dëshmitare të bisedës. Këna si pluhur e përzihet me ujë, është përdorur më herët në shkretirat apo në vendet arabe, sikur material freskues, e kanë përdorur edhe kur ka pasur dhimbje në trup, për shkak të shkimit natyrale ka veti shëruese. Në pjesën e Indisë, ku gratë kanë qenë shtatzana, kanë vizatu themne, kanë pikturu edhe pjesën e barkut që fëmia domethënë kur të vinë të jetë më i shëndoshë. Simbolikisht mund ta lidhim edhe me pjesën kur një çift janë martuar dhe të dyve i është aplikuar në lëkurë kanë, nëse këna ka qenë më e nxirr, më e errët, atëherë dashuria mes tyre ka qenë më e thellë. Kënaja natyrale ka ngjyrë kafe, por në vendin tonë është e vështirë të gjendet. Pas përfundimit të tatuazhit, duhet shmangur lagja e lëkurës për të paktën 4 orë.